Përshëndetje, mirë se erdhët te kuzhina e Lolës. Sot do të ndaj me ju një recetë të topthave të vegjël me kokos. Bëhen shumë të shijshëm dhe kanë pak përbërës, prandaj gatuhen shumë shpejt, janë ekonomik dhe nëse dëshironi t'i provoni, do e shihni se do t'i gatuani shumë shpejt. Për krejt këta toptha do të na nevojitet një halta kuzhine, ose ajke ëmbël, një jogurt, kokos dhe keksa të bluar. E gjitha ajo sasi e keksave nuk do të na duhet, por do e shikojmë me radhë. Marrim një ajk të ëmbël dhe do e rrahim mirë me mikser. Ajkën do e rrahim derisa të arrijë një masë të trashë dhe pastaj do të vazhdojmë dhe do të shtojmë një jogurt të pemëve. Unë kam zgjedhur jogurtin e dredhës, por mund të përdorni edhe jogurta të tjerë. Kur të shtoni jogurtin tek ajka e ëmbël, e cila është e rrahur paraprakisht, do e shihni se si do të ngurtësohet masa dhe do të lëshoj një aromë shumë të mirë. Pra, për këtë arsye, në mënyrë që të na mbetet më shumë aroma e jogurtit të dredhës, unë përdori pak kokos dhe më pak keksa të bluar. E rrahim edhe këtë mirë dhe do e shikoni se si do të ngurtësohet me njëherë masa. Pra, me vetëm 4 përbërës do të keni këto toptha kaq të mirë. Nëse dëshironi mund të shtoni edhe topsa ose diçka tjetër që juve ju pëlqen. Do të shtojmë tani vetëm pak kokos, për arsye se do të përdorim edhe për lyerje mbi prap pak kokos. Pas gjithë kësaj mase të arritur, tani do të shtojmë keksat e bluar, por do të shtojmë duke i shikuar gjithmonë me sy derisa të arrijmë një masë të trashë e cila nuk ngjitet shumë për duar. Pra, e shikoni me sy, lëshon një aromë shumë të mirë. Gatuhen pra shumë shpejt, janë edhe ekonomik dhe janë gjithashtu me përbërësit të cilat mund të keni në shtëpi. Përzihem mirë dhe duke e parë dhe duke shtuar prap keksa, por nuk do e përdorim të gjitha të sasi. Pra, shikoni se si kanë filluar që të ngurtësohen. Do t'i shtojmë edhe pak keksa. Përzihem dhe pastaj i kemi gati që t'i bëjmë topthat e vegjël. Tani të gjithë përbërjen e kemi gati. Në një pjatë do të vendosim kokos dhe në pjatën tjetër do të vendosim topthat e përfunduar. Secili topth duhet të kaloj tek miell kokosi dhe pas krejt kësaj procedure i kemi gati dhe besoj se po ju pëlqen receta ime. Mund të ju zhyte nga pak duar, por nëse dëshironi që të bëhet më e fortë ose më ngurtë përbërja, atëherë mund të shtoni më shumë keksa të bluar. Por unë e bëra në këtë mënyrë pasi që dëshiroj të më mbeten më të buta.
Pasi të përfundoj me të gjithë sasin, atëherë toptat e vegjël janë gati dhe shpresoj që nëse i gatuan edhe ju për familjarët e juaj do t'ju pëlqejnë, sidomos gjatë muajit Ramazanit janë të lehta të shërbehen pas iftarit. Faleminderit që po shikoni recetat e mia, vazhdoni të më ndjekni, besoj se do të sjellë çdo ditë më shumë receta të reja tek ju. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen dhe provoni recetat e mia pasi që janë ekonomike, të thjeshta dhe gatuan edhe shumë shpejt, sidomos nëse jeni në punë ose keni fëmijë të vegjël. Zoti ka bolla agjërimin dhe paqi lutje të pranuara. Mirëmbëjtje.